Ne jemi banor të gabineve të plazhit, kemi 35 vjet që jemi aty, i rritëm fëmijët aty, i martuam aty, kemi nejt me i dhomë bashkë me gjithë fëmijët, edhe si rregull, si ligj, se vetëm për ne nuk qeka ky ligj, se për gjithë plazhin janë privatizu zona që të vje gjynëf kur i shef që janë privatizu, edhe ne na ka ardhur letra të shih për me dalë. Si ka mundësi kur një ligj kur del për gjithë, nuk del vetëm për ca, për disa. Kështu që ne kërkojmë nga bashkia tash që ne na ka prit, kemi bë kërkesë, na ka prit. Keni qenë një pjesë e gjyqeve? Kemi qenë, ne gjyqet në fillim i kanë bërë gjyqet vetë, bilës ne kur kemi shku dhe në gjyq, ne jemi habit sepse kanë dalë emra që nuk ekzistojnë fare. Kur kemi shku gjyqet të para. Edhe Zonja, aktualisht përqendrohemi tek situata tani. Tash na kanë sill letrën për me dalë nga shtëpia. Tash ne ku do shkojmë? Ne jemi fut me rregulla si çdo shteti. As kemi shkel ligjin, as kemi shkel shtetin, kemi ecë në bazë të ligjeve, në bazë të shtetit. Se dhe ne dishim u fut në zona ku nuk ashtu, gjithmonë kemi ecë me ligjin, nuk kemi desh me prek të shtetit. Atëherë, ne jemi me status pastre, ne kemi zgjedh një kryetare, na është përgjigj. Aq sa ne e kemi kërku, tash ne presim tash nga kryetaria, domethënë vendimi është i bashkisë. Ne na strehojnë. Kaq presim nga kryetari. Kryetari punën e vet ka bëj, kemi kërku ta, na ka prit, edhe sot i kemi kërku ta, prapë na pret. Kaq është puna domethënë për momentin e kryetares. Tash ne jemi ke bashkia, ne tash i kërkojmë nga bashkia që ne të strehohemi. Jemi me status pastre, kështu që tu i kemi shpresat. Ne nuk dalim nga shtëpia. Ai le ta mori, është i Zoti le ta mori. Ne kemi pronat me den babaden, nuk kemi arrit me i mor pronat, sepse aty është kompensim, nuk është pronë private. Kështu që është puna ati, ne nuk dalim mbi ligjin, atëherë ne nga shtëpia nuk dalim.